Ish-banorja e Big Brother VIP Albania Valbona Mjilli ka zbuluar se ka pasur kontakt me fituesin e edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, këngëtarin Gjesti, i cili prej muajsh ka qenë larg vëmendjes publike. Gjatë një sesioni pyetje-përgjigjesh në Instagram, një ndjekës e pyeti nëse kishte komunikuar me të dhe si ishte gjendja e tij. Valbona e rezervuar por pozitive u shpreh: "Po, uroj që shumë shpejt të rikthehet tek të gjithë ju me projektet e tij." Kjo deklaratë u bë menjëherë virale duke ndezur shpresat e fansave, të cilët prej kohësh janë shqetësuar nga mungesa totale e Gjestit në rrjetet sociale dhe në media. Kujtojmë se artisti u tërhoi tërësisht nga jeta publike pas humbjes së rëndë të vëllait të tij me një aksident tragjik në Pej, që prej asaj dite ai nuk ka bërë asnjë paraqitje apo komunikim me publikun. Reagimi i Valbonës po shihet si sinjali i parë që Gjesti mund të jetë duke u rikuperuar emocionalisht dhe ndoshta po përgatit rikthimin e tij muzikor. Ndërkohë publiku vazhdon ta mbështesë dhe pret me padurim momentin kur artisti do të shfaqet sërish me projekte të reja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.